أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah në madhreshëm e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i Tij. Dërun vllazën, kemi filluar ligjëratën e kaluar me tregu ajetet e surës El-Kehf, në cilën përmendet sprova e tretë që gjendet në këtë sure, që është sprova e diturisë, ku Allahu këtë sprovë e paraqet përmes tregimit të Musait alayhis salam me Khidrin. Kemi arritur deri tek ajeti i 65. Më thonë, prej ajeti 60 deri tek ajeti 64 i kemi sqaruar dhe kemi tregu arsyen sepse ka ndodhur kjo ngjarje. Sot do të vazhdojmë të sqarojmë këtë ajete, që janë disa ajete ku vetëm do t'i lexojmë edhe do t'i sqarojmë aq sa t'i kuptojmë, e inshallah në ligjëratën e ardhshme do ta bëjmë një ligjëratë të veçantë vetëm duke i përmendur dobit që nxjerrën nga kjo ngjarje. Pra sot vetëm do ta lexojmë ajetet kuranore, do t'i sqarojmë aq sa duhet mi kuptu, e inshallah në ligjëratën e ardhshme do t'i përmendim dobit që dietarët i kanë nxjerrë nga kjo ngjarje madhështore. Fillojmë me ajetin e 65, ku Allahu thot: فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Kur Musa alayhis salam u nis me Yusha ibn Nun, me nxënësin e tij, për të takuar Khidrin që të mësojnë prej tina. Na thamë se Allah i madhreshëm e lajmëroi Musa alayhis salam se gjendet një prej ndjemve, djalmoshave, që Allahu i ka dhënë dituri për cilën Musa alayhis salam nuk ishte njohuri. Kështu që Musa alayhis salam u nis për të takuar këtë djalosh, kështu që e takoi. Dhe Allah po thot: "Fawajada 'abdan min ibadina." Dhe e takun, e gjetën këtë rob që është prej robërve tanë. Pra Allahu po e qunë në rob të tij. E kur Allahu e qunë dikën në rob, kjo është privilegj dhe nderim për ta. Nga se kemi njerëz të cilët janë rob të shumë çkajt. Kemi rob të dunjas, kemi rob të parës, kemi rob të pushtetit, ndërsa Allahu po thot ky ka qenë në rob prej robërve tanë që e ka adhuru Allahun dhe ka qenë prej njerëzve të sinqert. Dhe tash e takoi Musa alayhis salam këtë njeriun apo këtë djaloshin që Allah po i thot i kemi dhënë mëshirë nga ana jon dhe po ashtu i kemi dhënë dituri për disa gjëra për të cilat Musa alayhis salam nuk ka pasur njohuri. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa alayhis salam po e takon këtë djaloshin që ka qenë Khidri dhe po i thot: a ka mundësi dhe a mundem që të vi me ty dhe të mësoj nga ajo që Allahu të ka mësu, e që po përmenet mimma 'allimta rushda. Jo të mësoj prej teje gjithçka, mirë po të mësoj prej teje atë dituri që më nevojitet për me fitu xhenetin, që më nevojitet edhe më ban dobi për të ardhmen teme dhe më drejton nga e drejta. Pastaj Khidri po i thot: "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Është në rregull me ardh me mu, pra jam i pajtimit, mirë po ti nuk i mundësi me duru duke qëndru me mu. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Si ki mundësi me qëndru me mu me ba sabër për diçka që nuk i njohuri. Qala satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra. Musa alayhis salam prap u tregu me edukat me Khidrin duke i thënë inshallah. Pra kjo kemi thënë çdo herë kur njeriu të fol për të ardhmen, është mirë me thonë inshallah, ndashtë Allah. Dhe po i thot Musa alayhis salam inshallah, ndashtë Allahu kime më gjetë prej durimtarve, edhe nuk kam të kundërshtu për ato që do t'i veprosh. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Tha tash që je duke ardhur me mu, e ki një kusht. Gjatë rrugtimit me mu e ki një kusht. Mos më pyet për asgjë derisa unë të regoj për ndodhit çka do t'i shohësh. Tash je duke ardhur me mu, duke unë përcjell dhe duke më dëgju se çka ka me të mësu. Tash po thot mos më pyet për asgjë derisa unë të lajmëroj për gjërat që kemi pa edhe kanë më të interesu. Fantalaqa hatta idha rakiba fi as-safinati kharaqaha. Musa alayhis salam me Khidrin edhe Yusha ibn Nun do thot hypën në një anije. Kur hypën në atë anije, Khidri e bën një veprim të çuditshëm. Pra këto njerëz që ishin në anije, kur e pa në Khidrin u gëzuan, nga se e njoftën
edhe e hëpën anije edhe pse punojshin me anije për ta mbajtur veten, nga se ishin të varfër, kur e pa në Khidrin i morën pa ndonjë çmim. Do të thonë i morën fal. E kur hëpën anije, Khidri tash po e dëmton anijen duke e thy një dras, duke e hek një dras nga anija. Musa alayhis salam kur po e sheh këtë veprim të Khidrit, çka po i thot? Qale e kharaktaha litughrika ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Tha, qysh more dëmtove anijen? Qysh e largove këtë dras, t'ja po don me i fundos udhëtarët e saj? Tha, ke arme një veprim, e ke bën një veprim të keq, jo të mirë. Atëherë Khidri po i thot Musait, qale alam aqul innaka lan tastati'a ma'a sabra. Tha, të kum thonë që s'ki mundësi me bën sabër me mu. Pra në fillim thash, është në rregull me ardh me mu me mësu prej me, mirë po s'ki mundësi me bën sabër. Dhe tash me njerë veprimin e parë që e bën e Khidri, Musa alayhis salam u tregu i padurueshëm, nga se Khidri i tha mos u mpet për kur gjë. E tash Musa i po thot, pse e bën këtë veprim? Edhe ky veprim që e bën është i keq. E po i thot Khidri, atë kum thonë që s'ki mundësi me bën sabër duke qëndruar me mu. Tash Musa alayhis salam po i thot Khidrit, qale la tu'akhidhni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Tha, mos u merr në përgjithësi. Tha, mos ma zën për të madhe sepse harrova. Pra kam harru për kushtin që e ke vendos, harrova dhe fola. Ka se ti më ke thonë mos me fol, mirë po harrova. Edhe harresa është natyrshmëri e njerëzit. Pra i pa gabushëm, dhe ai që s'harron kurrë është vetëm Allah subhanahu wa taala. Pastaj po i thot fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Pastaj ngjarja e dytë e Musait me Khidrin, u nesën këta duke ecur, po e takojnë një djalosh të ri, që ishte duke luajtur me disa fëmijë, dhe Khidri po shkon, po e merr këtë djaloshin, që ishte i vogël, dhe po e mbyt. Tash Musa alayhis salam po e sheh këtë veprim shumë çuditshëm, edhe jo njerëzor në shikim të parë. Edhe çka po i thot? Qala qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra. Tha, qysh e mytë një njeri pa bë kurrë. Një njeri të pafajshëm. As nuk ka myt kërkan, as ka bën ndonjë zullum, e mbyte pa bë kurrë. Tash e ke bën një vepër shumë të mërshme. Tash ma unë bëshku, e ke bën një vepër shumë të keqe. Te e para, harrova kushtin, që tash nuk ka me fol. Mirë po tash nuk muj me qëndru pa fol, nga se mbyte njeri. Çka po i thot Khidri? Qale alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Atë kum thonë se s'ki mundësi me bën sabër me mu. Tash Musa alayhis salam po e sheh që dituria me cilën është begatu Khidri është diçka që nuk i hen fort në punë Musait alayhis salam. Është diçka që ka të bëjë me të msheftën, me të gajbin. Atëherë po e gjejnë një rrugëdalje se çysh mund nda prej tina. Çysh mund nda prej Khidrit. Dhe çka po i thot? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Ta në qovë se foli edhe një herë, atëherë ki drejt me më thonë që mos hajde me mu, mos më shoqëra. Ka të belak të min ledun një odhra. Më thonë, gjdo arsyetim ma u ban i pavlefshëm. Nga se të prova, është e hera e tret, nëse foli edhe për herën e tret, atëherë ki drejt me më thonë, ma mos më shoqëra, nga se unë bosh kupa. Atëherë fantalaka hatta idha ataja ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Derisa ecën edhe erdhën tek një vend ku kërkuan prej tyre që t'i pranonin si musafir edhe t'i ushqenin, mirë pa ata refuzun. Pra ishin njerëz shumë çuditshëm, ishin njerëz shumë dorështrëngum. Pra mëna ishin 3 vet edhe refuzun që mi pranu si musafir edhe mi ushqy. Edhe فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Duke ecur e pa një muri, një zet që ishte afër prishjes. Dhe kur po e sheh këta Khidri, po e rregullon edhe po e drejton. Pra po e rregullon një muri që ishte afër prishjes o dëmtimit totalshëm. Kështu që Khidri po shkon edhe po e rregullon. Musa alayhis salam çka po i thot? Qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Ta këta nuk na pranon si musafir. Nuk na dhan as ushqim. Tha, pse po e rregullon diçka pa ndonjë problem? Kërkosh problem prej tëne. Po ti ja rregullove një muri, dikujna që s'të pranon si musafir, tash ki drejt me kërkush problem prej tëne. E Khidri çka i tha Musa alayhis salam? Fillim i tha mos u mpet për asnjë veprim që do ta shohësh. Unë në fund kam të kallëzu. Edhe i tha Khidri, qala hadha firaqu bayni wa baynik.
Tha tash ma u kry. Tash na kena munda se ma nuk lejoj që ti me ecë me mua. Se unebbi'uke bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Mirë, po para se munda, tash po të lajmëroj për krejt atë ndodhi çka i ke pa me sy dhe po tregoj arsyen se pse i kum vepru. Që ty të ka ndo keq në shikim të parë, mirë po unë tash po tregoj nga Allahu që më ka mësu, nëse nuk e kam bë këta nga dija ime, po këta e kam bë nga frymëzimi që e kam bërë prej Zotit. Dhe po i thot, emme safinatu fe kanat li masakina ya'maluna fil bahr. Sa i përket anijes që e kam dëmtu, kjo anije ka qenë e disa njerëzve të varfër që kanë punu me këtë anije, e kanë bajt vetën dhe familjen e tëre nga puna që e kanë përfitu nga kjo anije. Fa aradtu an a'ibha. Dhe unë dëshirova që me dëmtu anijen, me bë me tmeta. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Pse e kum dëmtu këta? E kum dëmtu nga se para nesh ka qenë një sundimtar, një mbret, i cili i ka shiku anijet që janë të pa dëmtume dhe i ka grabit, i ka morë. Edhe unë kam dasht me dëmtu këtë anije, me bo me tmeta, në mënyrë që me shpëtu. Pra e kum ba një dam të vogël për mi rujt këtë nga një dam më i madh. Pra me hup ata që e kanë pas, do thot, mjetin e vetëm për me majt vetën gjallë. Pra ma mire prishin një dras e jo shpëton anija komplet, se sa e lan ashtu dhe e humbin ata anijen komplet. Pra kjo është e para që Khidri ka pas dituri për të msheftën, për të ardhmen që Zoti e ka informu. Kjo e para. Pastaj po ja tregon ngjarjen e dytë. Wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minin fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Thot se i përket atij djaloshit që e mbyta, e që unë qortove këgja ashtë për ti Musa, tha ky ka qenë një djalosh që prindrit i ka pas besimtar shumë të mirë. Mirë për Allahu për këtë djaloshin ka caktu që kur të rritet më ba pa besimtar, më ba njeri shumë zullimqar edhe mi dëmtu shumë prindrit e ti, atë shumë mi dëmtu sa që mi ba edhe prindrit e vetë pa besimtar. Kështu që në mbyta në mënyrë që me shpëtu prindrit e vetë. Pra e bona një dam. Mirë po, në qovë se krahasuat ky dam me damin që ka mujtë më bon të ardhën nga ky djalosh ka qenë shumë i madh. Për këtë arsye mbyta, ka se Zoti më ka informu kështu, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Nga se kam dëshiruar që Allah i madhreshëm me ja kompenzu, me ja ndru, me ja dhënë një evlat tjetër që është shumë më i mirë, shumë më i pastër, shumë më i mëshirshëm dhe shumë më i dobishëm për prindrit se sa ky fëmija që ka qenë, që e ka mbyt, nga se ka pas mi ba dam shumë prindrëve të tij në qoftë se ishte rrit. Wa amma al-jidaru, tash po del te ngjarja e tretë që e ka ngrit atë murin. Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina. Sa i përket këtij muri, ky ka qenë i dy fëmijëve jetim. Pra jetim, sipas Islamit quhet ai fëmijë që i vdek baba, i vdek prindi, duke qenë ata nën moshën madhore. Dhe për thot, ky muri ka qenë i këtyre dy djemve jetim që kanë qenë të vogël në këtë vend. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Nër qëtë muri ka qenë një thesar. Wa kana abuhuma salihan. E prindi baba që i ka vdek këtënve ka qenë një njeri shumë i sinqert dhe shumë i mirë. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ndërsa Allah ka dashur që këto pasi që të rritën, ta nxjerrin dhe ta shohin, do të thonë ta gjajnë këtë thesar, dhe kjo është si mëshirë nga ana e Allah subhanahu wa taala. Pra në qoftë se tash i shprish muri, këta kanë qenë të paaft me shfrytzu atë pasuri. Kështu që Allah më ka informu mu që me ngrit këtë muri, në mënyrë që këta derisa të rriten, ai thesar qëndron në çet muri. Njërë që ku të rritën, ta gjojnë thesarin, edhe pastaj ajo pasuri t'i ban dobi, edhe të përfitojnë nga ajo pasuri ku të rritën. Wa ma fa'altuhu an amri. Këta kret çka e pove, edhe për kret çka të informova, nuk e kum bë pse kum dashton. Mirë po, këta e kum bë se Allahu më ka mësu, më thonë dhe Allahu më ka frymëzu. Dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Tha kjo është komentimi i asaj për të cilën ti nuk e mund me bë sabër. Pra kjo është në pika të shkurtra rreth kësaj ngjarje që ka ndodhur mes Khidrit edhe Musait alayhis salam,
e inshallah dobi të panumërta që janë, që disa prej dietarëve i kanë përmendur mbi 60 dobi që nxjerren nga ky tregim madhështor. Inshallah disa prej tyre do t'i përmendim në ligjëratën e ardhshme, ku shpresoj që do të përfitojmë inshallah. Elusme Allahun e Madhërisëm të na falë, na mëshiron. Elusme Allahun e Madhërisëm që të sëmurët tonë Allah t'i shëroj, të vdekurit tonë Allah t'i mëshiroj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.